Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miqtë e nderuar, përshëndetje, jeni edhe me një të dielën ma e dëgjuhës, jeni me mua, me këtë ftyrën që jeni mësu për çdo javë me shiku, ndërsa sot e kemi një mysafir fantastik, e kam ftuar një mik të vjetër, të cilin ju mezi s'keni prit çdo të hënën në mbrëmje ta shikoni, ta përcillni, ta shihni se çka po thot. E kam ftuar një mik artist, e kam ftuar një mik producent, e kam ftuar një person publik i cili nuk len pa elshu nga një batut në faqen e vetë të Facebookut dhe i ka batutat aq të kuruara bukur, sa që ti edhe mos me dasht me komentu, duesh me komentu bile me një emoji. Sot miq të nderuar, për ju e shumë edhe për vete, para jush, Fatmir Spahiu, Bufi. Bufi, mirë se ke o. Çfarë prezentimi më ke bo Gjeri, unë tash s'di çka flas. Oh, ti ki çka me fol. Ja, thank you, faleminderit shumë. Faleminderit shumë që më ke thirr. Faleminderit shumë që më ke nderu. Unë gjithmonë te TV me shumë kënaqësi, edhe atëherë kur kemi gatu, edhe atëherë kur kemi bashkëpunuar edhe me cekën e ndjerë, edhe më të vërtet me shumë kënaqësi. Veç tash më pas ke afru me libra, na tash duhet me lexuar Isana. Zemër se sa herë e marrë ti diçka kemi gatu, kemi hongër, kemi pshtjell, tash. Tash duhet me lexu. Tash me lexu, ku shoka lexon sot. Po. Tash mundemi publikisht me thonë që Bufi që ka një vjet a dy që është në dietë, do me thonë është ty i ka humb një 90 kg. 90 kg, po. 90 kg i ka humb, ndërsa unë një agron ma pak. Unë e prej, një agron ma pak. Ndërsa unë e prej Mramshit, adin që shtojnë të hanën janë nisi me dietë, veç adin që nuk ta bëj halal. Se? S'ta bëj halal. Çka kom bo keq? S'ta bëj halal, Bufi, se ndëgjatash. Prej mashkujve ti e njoftë si njeriu i plot. E vërtet. Prej femnave jom njoft une se ajo gruja plot, që gatun. Nëse une kur s'kom gatu në emision temin, po. Edhe më trahtove më levet, tash une me kone trasha, zban. Po, Gjeri, po ti levishë ka pak. Ti ke qenë, me të themi, e mbushur në mënyrë elegante, dhe e levishme mjaftueshëm. Unë gjatë pandemisë u bona për me mbajt Bektelenka. Do me thonë, a i ke pa do i shojmë CNN do të shkret më dhimën shumë që i qojnë në banjo, po për me shkua në banjo e thejnë knaufin. Mi e shku me në WC, shkoj një knauf, adin. Po menoj, si di kjo knauf, a vendosi produkteve ajo, po a i farmuri që së është bashmur, adin. Ose i qesin me venç prej shpis, për unë e kesh, si me thonë, për një 20-30 kg gati që aty. Gati që aty edhe thash ka arë momenti që me ngrej frenin e dorës edhe për shkak të vetës mas pari, për shkak të fëmijëve, familjes, po edhe për shkak shembullit pak. Adin, njerëzit nuk po thamë që dikush e kopjan trashësin, shpresoj që jo. Po ku e di unë, mundet një në 100 me thonë, hej, ku ka mirë edhe qështu, adin? E unë edhe prej emisionit tonë, po thëmë që prej mbi peshës nuk ka asë një hajrë pos sharmit. Unë nuk e një një njeri me mbi peshë që është njeri keq. Ja. Që nalu po menojmë. Do me thonë, pe gjejmë një njeri të plot që themi është njeri keq, që menon keq. Asune nuk e një. Nuk e një. A ki po, tonë keshin, jënë të gëzushëm. Sepse ushqimin a bën të lumë. Kanë hongër mirë. Vitaminën B12 nivel. Full. Vitaminën D nivel, vitaminën C, proteinat, albuminat, krejt nivel. Trigliceritët full. Kolesteroli 100%, glukoza 3 muj mëz vetë. Kështu që, jo, jerdë rani, jerdë momenti edhe po bonë veç një 3-4 vjetë që jam aktivisht edhe me aktivitet fizik të marë, edhe prapë, une jam hala me mbi peshë, do me thonë njerës me peshën që kom unë e hynë bonë operacion për me hjek peshë, por ku kam qenë, është jarë zakonisht mirë edhe nuk kam në synim, si me thonë, me hjek ma shumë. Te për mirë po dukesh. Për ndryshe. Mirë po, adin, kur ke fillu ti me... A guxe edhe ty me thonë që po dukesh bukur, a i ke mriti këto
Faleminderit shumë. Me të thonë po dukesh bukur mos po na tingëllon fare ngacmimi diçka se. Jo, thujëm se kom qef. Çashtu mirë. Do të thonë ti pas ke me të moshmën hala. Po, unë jam me të moshmën. Nuk është ngacmim seksual, hiç fare. Fal. Kështu që me qef thujëm që po duken bukur se me gjithë këtë peshë me u dukun mirë. Është ja, s'ki peshë. Kjo është pak. Peshë është. Peshë rekreative. Kjo është peshë si më thon mi ushtru komt. A vem. Jem trash për mi pas kom të gure. S'ki nevoj me shku në fitness, është ka gjë mundim shma jo e komve dhe nuk është estetikisht e bukur. Adem. E kështu që pesh për me i mbajt kom. Mirë, po ti po shkon në fitness. Po shkoj. Rregullisht. Minimumi është 3 herë në ditë. Minimumi është 3 herë në ditë. Edhe 4-5 sot muj për vikend. Themi, po vazhdoj një gjysëm abuzimi, si zakonisht, sepse kemi me dek në një moment caktume dhe mos desi mund. Edhe, po, abuzoj, themi, kapak për vikendeve, vetëm vikendeve. E qka ke reduktu për ushqimit? Gjithë qka gjeri është në themi, sasi. Sasi edhe po bëj tash që po e quajnë fëmijët e mi edhe gjenerata Z, New Year Resolution. Okej. Viti 2025 ka qenë me omël 0. Do me thonë, jo sheqer, jo ambëlsi. Omël, do me thonë, një lugë mjalt po, pem po mjalt të tip, po mënoj omël të tipit çokoladë, torte, çka do që është e hudhun, 0. Do me thonë, 2025 që është 0. Po pemt këto i hanë, rushin, fikun, këto. Pa tjetër, e marrë sheqerin që është themi, që është natyror. 2026 po du me bo, me hangër një çokoladë në herë në mujtë, po bukën du me jek. Do me thonë karbohidrat, 0 prej, po menoj, buka, pasta, e këto du me testu vetën në 2026. Në kom provu ka pak edhe këto agjerimet, fasting, por të mundimshme, të lodhshme, edhe këto që kjo që po e bëj, po më duket po më funksionon sepse po më ba në të njëjti nivel. E unë kom nevoj me mbajt në të njëjti nivel. E më trego në mramje, Han? Po mramje është problem. Kur e ki orarin më të fundit që Han? Gjeri, për mu ka qenë problemi kryesor mbrëmja. Njësoj si për mu. Une këty njëherë mbrëmje kom hangër një shqitore të vogël, kësi shqitore të fshatit. Do me thonë, edhin që i kam do... Po, zadrugat? Zadrugat, një zadrug në gjithë donate kom hangër. Me kejtë smokat që i ka, me keq përveç detergjentve. Se ato, e ke po ajo 20 smoka, 40 napolitanka, një detergjent. Janë këto zadrugat që i kam pas, janë shumë të bukra. Nuk e di pse nuk i mbajmë si një farë trashëgimie kulturore. Se di ti shkon dikush ministri i kulturës ta nejsen, ndoshta edhe një ide e mirë për ministrin e ardhshëm të kulturës. Po që që shtu na faka, s'ki që me bu. Kur s'kemi. Qashtu. Mëre bubi. Të gjitha këto pyetje po t'i bëj për shkak se unë jam në atë dilemën, unë sheqerin nuk e konsumoj shumë, ambëlsinat gati heq, jo, po heq, se nuk i pëlqej, por pitet, lokumat, o zot, ajo buka taze kur i vjen era. E nxehtë. Sidomos ajo buka artizanit, s'pja bojmë një reklam kurrës e artizanit. Po gaqa kur të thejet në gjysht, e avulli. Samunat me suxhuk. Këto samunat me suxhuk, po get janë shumë territoriale të Gjakovës. Unë, ana jonë, themi Gjilani, ku e di une, nuk ka qenë në meny, si me thonë, me u bo, me ju qitë mishi brumit, pos mantis. A din se ako në interesant, Ziri, po ta kalzoj këtë sen. Unë e marrë në studime në Prishtinë vitin 2000, vitin e parë në fakultet arteve. Shkova njerë me një furë, me ble mantia. Edhe thash, a bon, si me thonë, 6 mantia, 7, varet prej bugjetit studentor, çfarë ka qenë, kom harru edhe një jogurt. Tha, i donë me djatha me mish. Mu kur më ka thonë me djath, si me ta mshu plak ftyrës. Ku ka vëlla mantia me djath? Veç me mish. Po për mu, do me thonë, ka qenë për herë të parë një jetën tem që potencialisht mundet me pas mantije edhe me djath. Djathi ofendon mantin.
Po menoj, nuk është për to, nuk është i menum. Me djath, ajo më është pite, është... Byrek! Byrek, sams, a ke dëgju për sams? Po. Se disa treva e qujnë ndryshe, është ajo do farë si mantia me një varg të kosit, pak maz, pak hudër, më thash, a më manti me djath? Ajo për mu ka qenë tragedi. Thash, ku ka më revdo, u kapa me njerin? Ku ka manti, ku ekziston mantia me djath? Edhe kjo ka qenë një ere, si me thonë, që e ku mësu në ditët e parat mija studimeve në Prishtinë. Gjilani, Prizreni, Vushtria i ka pas ato Ramazan lijet që i kanë thonë për para, që u bëjshin për Ramazan, po mish nuk ka pas, o qitë ndoshta ndonjëherë, su gjuku, po zakonisht veza, djathi, edhe susami, farat e zeza, që ato i ka pas. Po nuk i ka pas këto. Gruja jam, e kemi konflikt të përjetshëm. Ajo thot që pitajkat janë vetëm në Prizren të Ramazanit. Nuk ka ndonjë qytet tjetër që ka pitajkat Ramazanit. Në Gilan, kur e sheh perspektivën e grus tem, është pak fani, se në Gilan, pitalkat, ju themi na, pitalkat, janë që ato pitalkat që i hajmë çdo ditë, pitalkat e prushit që i adhuroj. Po, që ashtu. Mirë po veç në Ramazan pritet me dalë nxehta në fyfyr edhe në iftar. Po. Edhe, si me thonë Ramazani parë për zonën në Prizren, nana e me ndjera agjerante edhe une i bëja shoqni natyrisht. Edhe shkova une prita në fyfyr se lezet, sidomos qytete ma të vogla është ma qefi ma i madh, edhe po i blej pitalkat e prushit nxehta, po i bin shpe, edhe zona po ma bon ta ku janë pitalkat e Ramazanit. Tash po qito jenë. Po qushta këto na i hajmë çdo ditë, adin? Po thash tash janë nxehta, e kemi konflikt të rregull që pitajkat janë vetëm në Prizren. Ato që po i përmenti me pak fara të zeza, me një shtres të vezës, vërtet janë të mira, vërtet janë të mira, po që në Gilan, por nuk e di edhe në Prishtinë nuk kom pa që në Prishtinë nuk kom pa që i bëjnë, po e di që se i kom hangër edhe të Gjilanit, edhe të Vushtres, e kemi hangër krejt Kosova në gjeri. Po, unë e ti, na e kena pas, unë e ti e kena pas dhe vetëmi të atë procesin që tu hangër me untu. Do me thonë jo me ungi. Kjo është e rallë dhe neve na studiojnë, besoj, është në ekip dika që merret me neve. Se bota normale e kanë hajnë, mirë, u fryva, te na ka qenë e kundërta. Edhe ani kur thojnë, s'moj mo, qysh bre s'munësh mo. Qysh s'munësh zotit paloft. Po, a lihet të najmi. Për ku kem të folë për brumin, ti po shijet adhuruse, fanse e brumave. Unë e muj pa brum. Unë e muj pa brum. Muj edhe pamëll. A me po me manual mishin. Me thonë e kitë ndalu mishin. Unë e duna seanca psikologjike me ndjek. Me shku të psikologu, me ushtri, së të Freudje, ke pa të farë fotelin që sheka, me shku, me ushtri, me bisedu me to sinqerisht, me uanku, me i thonë mu kanal mishin. Mu vaj u lirit në kuzhinë. Edhe vaj më përgjësit, cilësor, qoftë edhe lule djelit. Mu ajo është simboli jetës. Kur te e qelë derën, e nin që disa, ku e di une, speca janë të përgjit, të fërgu, ajo është era nan, era liri, era nostalgji, era gjithçka. Era dashni. Era dashni. Unë ndonjëherë i habitem njerëzve që thojnë, valla, i përgjita specat jashtë, ose peshkun jashtë, se po mi vjen era shpis, po kos, ma të mirë se kur i vjen shpis, Zbon era me najt me ata ushqim. njerës hegjeri. Ja, e ki pa, edhe zakonisht janë tolla, e ki Ate pa. po. Toll të hajnë shumë. Nemrut ajo. është një sort cilin une nuk e urrej kërkon në këtë jetë, po them, kam një dozë i shok shtu me dylbi të snajperit, do që janë la fit, e kanë six pack, e thojnë, e hajnë si mos vetë heq. Adin, ajo është një dhurat ma e mira prej Zotit që mund të ndodhë. Me ra sa dushën fund me u që hall. Adin, ajo është perfekt. E filluam kështu me hallin e njëjtë që e kemi une, e bufi une e di që shumica prej jush
zakonisht dëshironi t'i hekni ka 2-3 kg, po jo si unë e bufi ka 20 Jo, e jo. ma tutje. Është tem që po trajtohet në për rrjete sociale, në për televizione, shumë psikolog merren me punën e trashësisë, edhe shumë dietolog, edhe shefa besa që kanë filluar të krijojnë praktikisht receta adapte për njerëz e trashë si unë e bufi. Por, këtu po e ndalim se e trajtum mjaft, tash po fillojmë. Po fillojmë qatë dush. Po fillojmë. Bufi ti e ke... A muj me të thirë Bufi, po? S'mun është Fatmir. Jo, Fatmir vesh t'ishe zotni Fatmir, Po, zotni zoti sa Fatmir. Spahiu. Edhe s'është diçka ditëve të fundit që ke Fatmir shumë emër i popularizuar. Ta kalojmë, ta kthejmë në buf. O, në Bufi. Po. Bufi, fëminin e ke kalu në Gjilan. Po. Shkollën e fillore, shkollën e mesme, dhe vendose të vish në studime në Prishtinë. Po. Si të duk Prishtina kur erdhe? Për korektësi, unë komplet fëminia jem kujtimet më të bukra janë në Gilan. Por Gilani deri në klasën e 6 tem fillore ka qenë pushim veror si fëmijët sot që na vijnë prej diasporës, sepse prindët e mi të ndjerë kanë jetuar në Beograd, edhe unë deri në klasën e 6, klasën e 5 e kum fillu në Beograd, dhe në klasën e 6 kam ardhur në Gjilan. Por Gjilani ka qenë për mu 3 muj verë, edhe 1 muj dimër. Pra i bjen që jetën deri në klasën e 6 e kum pas 50-50, deri sa vendosëm natyrisht për me u kthy në vendin cilit i takojmë, edhe natyrisht prind kanë pas bo zgjidhjen më të mirë të mundshme, sepse e kanë kthy djalin e tyre në habitatin cilit i takojnë. Kum pas një fat të madh, prindët e mi në mënyrë të veçantë nana ka qenë një patriote jashtëzakonshme, një gru që ka pas refuzu me mësu çfarë do gjuhë slave, një gru që ka jetu kohë gjatë atje, po që si me thonë një mbez ballisti që ka vendos me majtë shqiptarinë edhe atje. Unë jam frymzu shumë prej saj. Është interesant, unë shumë shpesh e thom Gjeri që në atëfar që i thojnë jo kinotek, po kinotek tonë në Beograd, në banesën tonë të vogël, a Shkurte Fejza, a Ismet Peja, a Qamili Vogël, do më thonë kanë qenë të gjitha plakat, nuk ka pas plak, nuk ka pas asnjë sen përveç muzikës shqip. Edhe ka qenë jashtëzakonshme, nuk e harroj kur, si fëmijë mundon ajo pak se ndihesh pak i kompleksum. Ajo koha kur sigurisht edhe ti e dal një herë në balkon, edhe pse Ledrin e keni një gjenerat ma tjetër, po me thirr për drek, me thirr hajde se u bo dreka ose diçka. Kur ajo pos në gjuhën shqipe nuk më ka thirr prej balkonit në mes të Beogradit. Edhe ka qenë e tillë, edhe kjo është ajo. Në klasën e 6 jem ardhur në Gilan, ku fillon me realisht shoqënia e re, marrëdhëniet e reja, jeta e re, një jetë e bukur, përkundër faktit që ka qenë jetë e vështirë, sepse jemi konë në okupim, në apartheid, po megjithato jemi konë në, si me thonë, habitatin tonë, në rrethin tonë, edhe kemi vujt bashkë me popullin, po familje e madhe. Dhe që ta shohim rrjedhën komplet të jetës Fatmir Spahiut, Bufit. Ne e kemi përgatitur edhe një dokumentar. Dokumentar, tash mos përdon në plan dore se rrjedhën, rrjedhën e... A, i martum, 2 fëmijë, pak peshki me shtu. Po, okej. Shkojmë me dokumentarin të cilin e ka përgatitur producenti ynë artistik, regjisori Ben Apolloni. Fatmir Spahiu është një nga emrat më të njohur të skenës sonë artistike. Studimet i ka përfunduar në Fakultetin e Arteve të Prishtinës, në drejtimin e aktrimit në klasën e profesorëve Faruk Begolli dhe Ilire Vinca. Më pas ka ndjekur studimet master në regji filmi në klasën e profesorit Isa Qosja. Karriera e tij numëron mbi 25 role teatrore në skenat më të rëndësishme të Kosovës,
si dhe 10 paraqitje në filma artistik të metrazhit të gjatë e të shkurtër, emisione televizive, spektakle festive, reklama e programe të ndryshme argëtuese. Për rreth një dekadë është paraqitur në serialin shumë të popularizuar Kafeneja Jon, ku me humorin e tij popullore të natyrshëm u bë një nga aktorët më të dashur të Kosovës. Në vitin 2008 themeloi produksionin Buka, përmes të cilit ka realizuar dhe bashkërealizuar rreth 10 bashkëprodhime ndërkombëtare në fushën e filmit artistik dhe dokumentar. Si producent ka qenë pjesë e shumë festivaleve ndërkombëtare dhe ka dhënë kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e ligjeve dhe politikave për filmin dhe në përgjithësi kulturës në Kosovë. Fatmir Spahiu është antari i Akademisë Evropiane të Filmit, disa herë edhe antari i Komitetit për përzgjedhjen e filmit kosovar për Oscar. Ai është gjithashtu producenti i parë shqiptar që ka arritur të krijojë bashkëpunim me platformën Netflix, me 2 projekte të ndryshme filmike. Përveç punës së tij si aktor dhe producent, ai është bashkëshorti i Zanës dhe baba i 2 djemve, Malit dhe Lisit. Ai njihet për stilin e tij të veçantë komik, që ndërthur humorin tradicional shqiptar me situata bashkëkohore. Ai ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e skenës televizive në Kosovë, duke krijuar një model unik të komedisë popullore dhe urbane. Në përgjithësi, ai është një ndër figurat më të dashura të publikut shqiptar, që ka arritur të mbajë aktualitetin e tij artistik për shumë vite me radhë. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për komedi, për seriale, për teatr e film, për kulturë, Fatmir Spahiun të gjithë e kanë në majët gjuhës. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Miqtë nderuar, e ndoqëm dokumentarin e Ben Apollonit, që e ka përgatitur për Bufin, ndërsa tani po vazhdojmë. Faleminderit Benin. Benin e kam shumë shok edhe është një person regjisor i jashtëzakonshëm, person shumë i ditur, i lexuar, një njeri që për cilin ka nevojë skena artistike kosovare. Të faleminderit për këto fjalë për Benin. Benin për ndryshe unë e kisha rrenja 3 herë në ditë, se ka njerë më shtin shumë siklet me mysafir, për shkak se ato e kemi dhe fajtorin kryesor që i bën 5, që të jonë 5 në kajmak. Okej. Të me thonë, çfarë titulli i kena dhënë 5 në kajmak. Edhe plus e bën SMS-in pazarar, kështu që edhe te SMS-i, edhe te 5 pyetje në kajmak më shtin siklet me mysafirt, edhe nuk e mblen me i qel. Ja, as mi qel, as mi redaktu, as hiç. E ta shopro kërkoj falje që livdova në fillim Benin, mos po ngullna diçka. Nuk e di çka ka bo. Edhe në fund. Nuk e di çka ka bo, po din bajagi me shkretu. Kështu që komet një 2-3 fjalë me nanën e Benit me i shkëmby, edhe mase jemi rahat. Me nanën Zebushe. Po, me nanën Zebushe. One and only. One and only, edhe drejt me të thanë, une edhe Miloti, që e kam producent organizativ, ja kemi tërhek vrejtjen Benit që mos me qitë nanën e vetë në Facebook, se nanat tona po i dhnohen. Po, jo, nanën tonë dhe ka qitë një herë, edhe diçka shkryti, tha, djali adaptuar. Po, qashtu. I kom pas komentu, thash, presoj që nana Zebushe se shë këtë koment, adin se nuk... I dhnohet, po, i dhnohet, të lutem, tu e pas nanën në kërkim të nanës. Adin, hajde na që si kemi, mund t'jemi, kem nevoj, adin, amo, aj tu e pas nanën në Kasanikun e bukur. Një mpuq për nanën Zebushe, ndërsa tani vazhdojmë me Gjiljanin. U këthyt prej Beogradit në Gjiljan. Vërtet, të shkojmë pak në Beograd. Si ishte fëmiria deri në klasën e 5? Po, adin si, unë jam, klasa e me parë është 88, vitin 1988, edhe mas prej klasës tem të dytë, themi dytë, tretë fillore, ku praktikisht fëmija fillon me ditë, pak ma shumë se që din fëmi tanë sot, sepse janë të shkputun prej rrjedhave komplet politike. Si ka ndodha ajo ngjarja e 89-shit në fushën e Kosovës që quhet Gazimestan, ka fillu me undje, si me thonë, ai far
racizmi, fashizmi, i cili ka qenë duke banu aty, por del në sipërfaqe edhe tek fëmijët edhe tek të tjerët, edhe unë kom ndje ato. Është edhe një epizod, themi ashtu, tragjike edhe me babain tim, cili nuk po du me pru në emision, se s'po du me hup kontekstin pozitiv që e kite emisionit, ndonjëherë tjetër e flasim, por nga klasa e me dytë, atje më kujtohet që gjithë biseda në familje ka qenë kur po shkojmë. Kur po lojmë, kur po shkojmë, kur po shesim banesën, kur po, edhe jo vetëm tek unë, por tek agja, hala, daja, sepse kemi qenë një numër më i madh atje. Fati i familjes prindve të mi ka qenë fat interesant, sepse kanë qenë të viteve 60-ta, të dëbuar nga malësia e Kamenicës për Turqi, dhe në kuadër të rrethanave të tyre të kohës, nuk arrin me i marrë visakat, apo s'ju pëlqen diçka bursa qysh do koft, edhe vendosin me u ndalë në disa fshatra të Kumanovës për një kohë, dhe për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike, shpartallohen disa në Beograd, pastaj në Zvicër, pastaj në për minjera, në për familja jeme dhe njerë cilët unë i mbaj mend, që kanë jetu në ato vite në Beograd, janë personazhi fix i poezisë e Sad Mekulit për njeriun me sharë në krah. Do me thonë, ka qenë një pjesë e shqiptarëve të Kosovës që në pjesë e nomenklaturave që kanë pas funksione, bla bla bla, edhe ka qenë një numër shumë i madh i shqiptarëve me sharën krah. Me sharën krah. Edhe furtar. Furtar, pa tjetër, ata bile kanë pas një farë zotnillaku në punën e tyre, po një pjesë e madhe e shqiptarëve, ose sinonimi shqiptarit të pranuar për sërbët e asoj kohe ka qenë, si me qysh quhet ky profesioni që e pastron ogjakun, me bajt qymyrin në soliter të Beogradit edhe me qadru. Kur dikush, si me thonë, avancante në karierë në Beograd si shqiptar, si puna e Faruk Begollit, Zana Nimanit, më vonë më të mirit Fadil Vokrit, e tjerve, për ata nuk jenë konë bash shqiptar nga sytë e sërbëve atje. Dhe shqiptarët e suksesshëm do duhet të ishin diçka tjetër, sepse shqiptari është i projektuar dhe i marruar për me ta çu qymyrin në katin e 12 të soliterëve në Beograd. Edhe kjo ka qenë, si me thonë, një fat tragjik, e mu më vjen keq ka pak kur folet për, si me thonë, janë do momente, do epizoda kur kam unë një koment politik, ose një kritik për klasën politike, ose diçka dikujt, nuk i konvenon mu ma përmen ka pak këtë pjesën e Beogradit, do me thonë, adin, hej, se ti e rrit atje, po, edhe jem regrutu në klasën tem 3 fillore prej Udbës, edhe tash jam në shërbim të Udbës. Po. Dhe jo, më ofendon pak ai koment, sepse kushdo që nuk e nje një pjesë të historisë së popullit vet, unë ma mermenja që është hajde të themi but i prapambetur. Ignorant. Po. Ignorant. Po. Ignorant, hiç mos e thuj but, po një 70% që i komentuesve kryesisht prej komenteve kupton që janë ignorant, se nuk din mrapa, veç shikojnë gjendjen momentale. Këshirë unë i kom përgjigjet e gata Gjeri, se më ke thonë duhet më konë fani, po. Ta ha zemrën, gjdo gja që jetu e fol, po e qetë vull. Ti, burri montažer, gërshan ti keni vetë, si të qona unë e hini sakit qa dushën. Jo, unë veç e kom, adin qëka e kom hallin, se as një sen deri tash, nuk e kom dërmend me e prej. Mos prej kur gjë Se te për bukur i ke thonë gjana shumë të ndjeshme, kështu që unë e kom hallin qa kom e prej tjetër qka që s'është pjesë e jote. Okej. Bone 2 pjesë. Bone 2 pjesë. Po 2 emisione. Java parë dhe java 2. Pse jo? Roki Nishi, Roki Treshi. Po, lutna. Dyshin hiç. E meritojmë se me pesh funit e meritojmë. Po. Qaq. Gjeri, a keni që po e konsiderojnë disa aviokompania amerikane prej vitit arshëm me pagu me kilogram?
biletën e aeroplanit? E kanë pru para 5 mush. A po, e ke pas kin hongër. Dy ulse, unë e ti 2 ulse Po, jo, edhe një ulse nëse e ke. Edhe një ulse nëse e ke, u kry muhabeti, e ke renu aeroplanin. Nuk ka të bëj me numrin e ulseve, po me numrin e kilogramve. Kështu që nashta ma mirë me nashti me çanta poshtë. Adhe se me ulse... Me ulse po na bilet kushton $3,000 mos vet. Kthehemi tash tek Gjilani, jeni kthy në Gjilan. Ti fillove me kriju shoqni. Po. Si ishte kjo për ty me shku në shkollë, me fol shqip, tanë kohën? Po. Ka hjesjell o fol shqip, tu kam drejtu edhe shitësit në shitore shqip, që ka don djali jem, a don bombona, a don ashtu. Si tu ka du këty, si fëmi? Gjeri, unë jam natyrë nostalgjike shumë. Nuk ka i let, ama shpirti për mrena është i trazum pothuajse ton kohën. Jam emotiv, natyra jam është emotive. Unë me hyp në kerma si ta krymë këtë emision, edhe me mran men mësë rasisht e kom thonë një frazë dikon që mundet me ofendu një kategori caktume, ta garantoj që thirit e masëm Gjeri bënja që to se po gjete pas në bo bërlëk, si pas meje. Që i bjen tash me trejen pak overthinker, edhe kjo është e vërtet, dikon më ka kry punë shumë, dikon ma pak. Vitet më të bukra të jetës tam janë vitet e fëminis në Gjilan. Jo vetëm kthimi, por edhe pushimet verore, dimrore, që kanë qenë të jashtëzakonshme. Unë thash ku marrë në klasën e 6. Ka qenë një fat jam i jashtëzakonshëm që në lagjën tem Gavran, Dardania tash, e kom pas edhe fëqi, kojshi, edhe dajën tim, Hysen Këqiku, një shkrimtar, autor shumë librave, i cili në shpinë e vetë ka pas mira tituj në gjuhën shqipe, edhe kur nuk e harroj në korridorin e tij e ka pas një kalendar me të gjitha figurat e rilindësve kombëtar. Ato e kam pas intelektual të kohës të gjithë pothuajse. Do me thonë, korridor ka qenë një si tip kalendari, si me thonë 87 që pata nuk e hjeknin kur. Nuk e hjeknin kur. Edhe mu i me thonë që ato libra, ato ide të dajes tim, dhe fakti që unë rritesha prej 2 prindve cilët nuk ishin të involvuar shumë në letërsi, në shkencë, e tjera, por punëtor të zakonshëm, njerëz të ndershëm, influenca e librave të dajes tim, edhe një farë fakti që ai ka qenë një farë romancieri, më ka pas shtymu ka pak edhe më janis me shkru edhe poezi, edhe me lexu, edhe kontakti parë edhe me poezinë shqiptare, edhe me prozën, edhe me dramaturgjinë botërore, edhe me kompletet e Shakespeare-it, me ku e diu, në gjithë qka. Pra, si diçka kështu, veç i shumë më shumë. Dhe mu i me thonë që një farë influence fillestare lidhur me skenën, me dëshirën për filmin, për teatrin, për ku e diune, ka nis që aty, adin. Po edhe ka qenë unë vija prej Beogradit, prej një shkolle shumë të bukur si infrastruktur, dhe vija në shkollën fillore Selami Allaçi, e cila ishte ndër shkollat e ralla të lejuara prej sistemit të okupatorit në atë kohë për me funksionu, po në të cilën ish Selami Allaçi shkolla fillore, Zenel Hajdini shkolla mesme, shkolla nalt në atë kohë Skënderbeu, aktivitetet sportive të gjitha klubeve të Gilanit, aktivitetet teatrore të teatrit Gilanit, klubet letrare, mbledhjet e partive politike, të LDK-s në atë kohë, më vonë partive tjera, krejt kanë qenë në Selami Allaçi. Do më thonë si, edhe a i farë kaosi i organizum i rezistencës së popullit tonë, mu më ka motivu edhe më ka inspiru, më inspiron të në kohën. Pra edhe sot, edhe në filmat cilë ti kumbo, edhe që shkrimet cilat janë, edhe skenaret cilat i lexoj, kom qef diqysh me kallëzu diçka që edhe politikisht e leni kile dikon. Do me thonë, nuk kom qef përveç që besoj në vlerën artistike të filmit, nuk i du filmat pamflete, urrej propagandën,
por ne nuk kem nevojë për propagandë, na kem nevojë vetëm me kallëzu një realitet tonin, edhe ai realitet patjetër që është në favor edhe historik edhe politik të vendit tonë. E mu kjo kohë që ti po e përmend, unë e kam çdo ditë mendjen tem, çdo ditë bile edhe një diçka, muj. Po, patjetër. Produksioni jam quhet Buka. Si në njënin prej pushimeve të prej Beogradit, dëgjoja prind, jo ka me ardhë një krizë, jo ka me kon kriza për buk, jo ka me kon kriza shtu, jo ka me kon krizë shtu, kena me vujt për buk, edhe mua jo buka dika u regjistru që ka me kon krizë. Dikun një masdite, një familjari jam, thot që meri 10 marka, dil hakullore, hamburgera me shok, diçka do që kish në Gilan nga vran aty afer. Edhe unë me ato 10 marka shkoj të furra e parë, një furë që ka qenë të fusha, një furë që bënd të do buk tjerë zakonshme, zbon ma si buk, të korafta, pero jo të gjitho prometit, po ato privat, se dhe gjitho prometi ka pas, baba kanë qenë ato, po e në konë ma për me hongër konviktët, adin, ma për ushtri. A këto të furrave në konë të korafta, edhe bëshin kërc ato korët. Me do kryp, me do veget mrena, ditën e mirë, s'ke pas nevoj diçka tjetër. Edhe me ato 10 marka, Gjeri, unë i blej krejt buk. 10 marka buk. Edhe vjen shitësi i furrës me mu, të shpia, një si gajbe të kujtojt, si gajbe që buk që jeni në kam, edhe unë e do ndorë, edhe vjen të shpia, thot, babës të mderit, fajka, keni nej dasëma, diçka, din se, jo mërë, qka e në këto buk? Thash, babë, me rënsi buk let kenë. Do me thonë, kjo ka qenë, se, adin, Aqt ka randu ty ajo pjesa. Adin, do me thonë, edhe nga, të themi, ai rrëfim filozofik edhe faktik, unë produksionit ku mendos me elon emrin Buka, si diçka e domosdoshme, si diçka pa cilën nuk bën, pastaj filmi, diçka pa cilën nuk bën, e tjera. Do me thonë, kjo është një farë rjedhe. Mirë, mos hym tash në psikologji edhe me... Pse mos me i Gjeri, po thu s'kena nevoj për seanca? Jo, po kjo puna e bukës, mos është edhe një shkaktar që na ka shty me hongër. Po nashta, pse jo, prej tutës që po jesi mund. Prej tutës që po jesi mund, po jesim krejt pa bukë. A e po, në pandemija nisë me hongër njëni tjetrin, krejt unë tjena konë. Krejt unë, krejt kemi shtu pesh, krejt jemi frigu që nesër mos kena me pas diçka. Po, për fat keq, po. Shumë e fuqishme kjo që e tha edhe për bukën, edhe për Gjilanin si nostalgji e cila të përcjell edhe ditë të sotit. Tani, po shkojmë të ai vendimi yt që të merresh me aktrim, ke ardhur në Prishtinë. A e ke ditë që do të regjistrohesh në aktrim? Po. Si e vendose? Është interesant, ka qenë një moment në klasën tem të parë, aksidentalisht ndodhi që unë me ngrit në skenë, u ftova nga një artist të një teatrit, cili bënte një tur në për shkolla, dhe edhin, kur është mi shfaqi diçka me pyet një fëmijë diçka, e zgjedh njërin, mor mu vullnetar, edhe mu më kujtohet kur dola unë gjita shkallëve, dhe më mor pak në krah, kur jem kthy, kejt shkolla, publiku. Unë halë diçka fryma, atim, kujtohet ky emocion, është emocion 7 vjeçari. Që aty diçka ka qenë një farë magjie, si me thonë që më pëlqej, ma dha një farë ca flutra mbark që qunë, një farë treme, një farë, adim, krejt paket aranjmant për thekume. E ajo ka një farë momenti parë që unë e kum pa një salt madhe me publik, me audiencë. Mandej ajo, natyrisht s'ka pas një zhvillim prej ati momenti, pos aktiviteteve të vogla, shkollore, tjera, deri te, thash, kom shkru ka pak, do orë letrare, më thash, ato i bëjshim pak edhe për qefin me i ranë sy pak në i simpatisa, diçka që këshyrë që unë edhe shkruj. Po, ka qenë viti parë gjimnaz, ku unë me disa të ri, më të vjetër në shkollë, kemi pas bo një par shfaqje tip etydash me emitime, me ku e dijune, të cilën aktorët e teatrit Gilanit e regjistruan si diçka interesante, dhe kem pas bo një far trupe
që kem pasqyr trupa e të rinjve të teatrit të Gjilanit dhe kem pas bo një shfaqje që quaj shfaqja 4-5, e cila mushte sallat. Në atë kohë teatri nuk ish i hapur për neve shqiptarve, por ka qenë kinemaja, sallën e së cilës ne e shfrytëzonim për me dhona të shfaqje. Regjine ka pas bo Rushdi Mehmeti, një aktor i Gilanit, i cili sot jeton në Kanadë, dhe e di që ka pas sponsorizu producenti kohës, një zotëri që unë e respektoj shumë, është Shëngyl Imami, ai ka pas bo edhe këto Buka e Kosovës, plot kaseta e drama televizive, një buqet busqeshje me Koqo Devolën, super komedi për kohën. E di që Agja Shëngyl, pra ai ka qenë sponsor financues, edhe e kem pas bo qaj ka qenë, që ato e konsideroj si një moment ku unë e kom vendos kur do që i kryet gjimnazi, unë e kom e shku në aktrim nëse pështojmë. Se kanë qenë vitet luftës, vite ku ti dili në qytet, një polic atje me i zastav klodh, ka mujt me thirë, me ti dhonja 2-3 shuplaka edhe qaq. Edhe me të dekuraju. Po, me të dekuraju, po. Ti erdhe në Prishtinë, u vendose në Prishtinë? Po. Edhe su ktheva më në Gilan. Edhe si këthi. Po. Pavarësisht që në Gilan e ke shpinë? Po. Unë e veç nëse nuk jam në Kosovë, se nuk bën vaki me u bot 2 javë pa shku. Pa tjetër. U regjistrove në aktrim. Edhe, me gjithë atë, këtu po e ndërprejmi që të ndëruar, për shkak se krejt kom harru që duhet mja qu një SMS pazarar Bufi. Hajde. Bufi, një SMS pazarar vjen të ti, ndërsa ti i a dërgon 5 miqve tu. Peshe bën copy and paste edhe na tregon kujt po ja dërgon. Edhe pastaj presim përgjigjet. Ndërsa miq të nderuar, derisa Bufi i dërgon 5 mesazhet, ne ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Unë sot do t'ju tregoj një recept kur nga një herë pritoni me dalë me ble mu fornizu diçka dhe thjesht kishit pushu shpejt dhe kishit bo diçka çka t'ju gjendet në frigorifer apo në kuzhinë. Prandaj është një recept me bukë e cila përgatitet edhe me disa përbërës, por varet krejt çfarë do gjeni në frigorifer. Unë në studion tonë sot e gjeta një domate, pak kaçkavat, pak sallam, bleva bukë, gjarë pëkesh, edhe kështu që ju mundeni me bo dhe kombinimin vetë. Fillimisht duhet ta merrni bukën dhe ta skuqni pak në gjarë dhe pastaj vinë ato tjera që do t'i bëjmë së bashku. Dhe tashti këto e leni kështu derisa të skuqet. Derisa të skuqet buka, ju e përgatitni pjesën tjetër e cila është për mbushje. Merrni, mund qëlloni domate, preni shim, sallam, sugjuk, përshut, çdo që të keni, e vënë po ashtu në frigorifer, e vënë këtu me ashtu. Kaçkavan. Pak kopër. Krep, piper të kuq dhe piper të zi. Dhe që po e shifni, kjo grado a duke u skuqur edhe e thith yndyrën e gjafër, kështu që bëhet një bukë pak ma ndrysh, dhe më thonë, ma jo zakonshme. E thith atë yndyrën sa ka nevojë dhe bëhet normal ma e shishme. Dhe ashtu, këto vjetë që në skuq, tash e presim u skuq edhe në anën tjetër. Këto i përzini mirë, kështu, dhe në fund janë shton edhe pak majonez. Dhe këto janë tash të gatshme, i kene prej tiganet. E tash, këto i rëndisni në një tepsi. E bëni mbushje. E
tash këto e fut në furrë të nxehtë për 5 minuta. Vetëm sa të skuqen pak. Tani po e nxjerrim. Sigurisht janë bo gati. Dhe që treka gati. Nëse ju kujtohet salca para disa emisioneve që jemi gatu, që tash do të thonë mund ta përdorni në këtë mënyrë. Dhe kemi rujt në frigorifer, hala ka shijen e njëjtë dhe është mirë salcë djegës. Dhe këto mund ta quajmë bukë bajat me çka do që t'ju ka gjindë në frigorifer. Dhe sigurisht nëse keni dëshirë me shiju edhe një kafe të mirë, para kësajna derisa të gatuni, mund të pini kafen Velveta, por pa tjetër me aparatin si Vegeta, të cili është dyqani në Fushë Kosovë dhe mund të furnizoheni me çdo gjë që ju vjen për shtëpi, për kuzhinë. E çka është më rëndësi, nuk keni nevojë me shënu kur shkoni se i gjoni atje dhe çka s'ju ka rënë mend. Shikues të nderuar, unë me këtë recept shumë të lehtë, se po mundon pak a shumë t'ju lehtësoj edhe juve të ndjeni më mirë në shtëpinë tuaj, mos mu lodh shumë dhe mu kënaq shumë me shije të mirë. Ju përshëndes duke uruar gjithë të mirë. Ja dërgove? Po. Kujt ja dërgove? 5 vetave që më ranë men, që natyrisht janë miq, ka me shumë miq tjerë, po këta ja dërgova Besnik Emërllaut, është farmacist shok jemi, në Gilani tonë. Xen Berisha është dramaturg, regjisor, përkthyes veprash, aktor. Ardian Sharkut është financier, kontabilist, auditor, shok jemi. Astrid Kabashit, edhe Fatos Kryuziut. Okej. Edhe krejt post Zenit, krejt e kanë po. Krejt e kanë po. Ta shojmë a do të ketë reagime, ndërsa fillimisht po ja i tregojmë publikut se çka i ke qu. Okej. Miqasi, kam ble mish, suxhuk, pije. Po ju pres sonte me këshyr debatin. A jeni gati të rrim deri në sabah? Pas kam harru me ble veç diçka me grickat. Okay. Nëse se keni mshel kuletën me dry, bleni ju diçka dhe hajdi e po të knaqemi. I ju a i bufinjo. Hajde. Hajde ta shofim tash. Kemi, do me thonë, 3 kthime. Po. Është Niki Fratello, Kuo Bufinjo, po shkruan. Ky është i gatshëm me ardh. Me njëherë. I dyti është Fatos Kryuziu, i cili po thotë kurthe djallit është kjo. Ky po get... E din Fatosi. Astriti po thotë mos shkon debate ngoje babushin. Kushtrim Hoxha se ka pa alo, edhe Xeni se ka pa alo. Po shpresoj që shojnë ndërkohë. Okej, ndërsa Fatosit mundesh me e boj një selfie dhe mi ja qu Fatosit. Okej, që edhe e din pastaj. E diti po get në start. Miq të nderuar, në këto qaste kemi edhe shefin e Tifanit. Ju e dihni restoranin Tifani dhe unë e bufi e njohim shumë mirë. Edhe një recet nga restorani Tifani, nga shefi Tifani. Përshëndetje, unë jam Arben Goshi, jam kuzhinjer në restorantin e Tifanit, se kemi me përgatit qofte me sës domate. Të brumin e qofte i kemi 500 gram mysh blum, kemi veget, biber zi, krep, magdanez, kemi kep, prezla edhe një vezë. Tash vazhdojmë për afërsisht 70-75 gram qoftja. Tash vazhdoj i përgjithshëm qoftet. Zakonisht këto shkojnë një porcion. Tash pas ja ka nisë me vlu, i sillëm qoftet. Tash pasi
Janë pjek qoftet, i hekom. Këtu ku i kemi bo qoftet, e hedhim një lukë mill, edhe e qesim këtu uflën me hudër, i lujna vesh pak sa mu ka vërdis, e hedhim sosin e domatës, hedhim pak kryp, hedhim pak biber zi, këtu e kem magdanozën edhe pak origano, një gjethë dafine, edhe pak këpurdha thata. Lloqen e ndalim, lojmë pak në temperaturë të vetën, i hedhim qoftet apet, tash vazhdoj, i vendosim në pjatë, dhe i hedhim pak kajmak. Dhe ja, kjo është receta ime, qofte me sos domate nga kuzhinieri Arben Goshi në restorant Tifani. Miq të nderuar, i morëm 3 përgjigje, 2 po i presim. Po i presim, nëse gjallënohen. Në rast se nuk janë të zënë, sigurisht që i lajmërohen bufit, në rast se bufit si lajmërohen për meshe, për suçok. Pa shkute kjo pjesa profesionale, kjo që të ka ba ty njërin prej aktorëve më të dashur të skenës. Kafeneja jonë ka që sa vjet 10 vjet që nuk është, që nuk transmetohet? Ashtu duhet jetë diçka. Më duket deri me 2014 është transmetu, 2014... 11 vjet. Po, 11 vite. 11 vjet edhe ende publiku kërkon kafenen ton. Edhe ende ishe në rrjete sociale si storje të vogla që nxirren nga kafeneja jonë. Sa të ka formu ty si aktor i zhanrit të humorit, sa të ka dhënë shpirt kafeneja jonë, sa të ka hek, se edhe kur karakterizohesh prej publikut si një aktor i humorit, pastaj publiku e ka shumë të vështirë me të pa në një rol ku e lun një njeri serioz. Do me thonë, si e gjeti në këtë? Gjeri, në vitin 2004, unë sa po kisha diplomu, Istra, producenti, miku jam, më fton për me lujt një rol kryesor në një serial. Unë ndërkohë kisha ca role, kryesisht në teatr, edhe në Dodone, edhe në teatrin kombëtar, edhe në Oda. Kisha edhe ca themi filma, pa ta lujt në Kokom një rol të vogël, pastaj më duket Anatemazia ka qenë pak më vonë, filmat shkurt, plot, Familjen Moderne një epizod, dhe në atë kohë me lujt një epizod në Familjen Moderne ka qenë popularitet mrena natës, sepse televizioni shikoj shumë edhe kanë qenë 3 televizione, RTK, 21 dhe KTV-ja, dhe si me thonë, edhe me hy ka qenë shumë avështirë, pra ka pas filtra, pra brezi jam akoma e man men, edhe pëse është mas lufte që nuk e mujt me dalë në televizor veç pëse din veshve mja u bo qështu, apo kupton, do me thonë, u dasht me di diqka, pak.
E pikërisht në ato muajt e parë pas studimeve më ka pas ardhur kjo ftesë prej Istrës. Istra ka qenë edhe asistent edhe profesor joni në landën e diksionit dhe na ka njoft krejtve pak a shumë. Në ndërkohë boj festivali Skena Up, unë isha prezentues si Skenës Up, që aty ka pas lind edhe një far ide që unë edhe bje marrë më vonë edhe me prezentim ka pak. Edhe në thirë mu, Fatosin, Donatin, Astritin, Teutën, Irenën, Gramosin, Agjin Adem të ndjerin, Ali Ametin ndjerin, Nora Mehmetin e cila jeton Amerikë prej vitesh, edhe bot një far ekipe e jashtëzakonshme për mu në atë kohë Shumë e suksesshme. Shumë e mirë. Edhe qysh në epizodat e para na e kem pas një farë kimie që ka funksionu dhe ka rrjedh shumë mirë. Dhe nga, si me thonë, viti i ri 2005-ës, deri te 2014, pibjen 10 vjetë, 9-10 vjetë pa ndërprerje, Kafeneja jonë ka qenë serial që ka pas një ngritje dhe për fat mirë është ndalë kur ka qenë në top, si me thonë. Mendoj që kish mujtë disa vite me egzistu, po kanë qenë atë kohë ku e djune çështje të transmetuesit publik, edhe Kafeneja jonë ka qenë një brand i cili ka kushtu shumë, po edhe i ka pru shumë fitime edhe financiare televizionit. Edhe unë mundohem tër kohën me i bin njerës që bojnë sot televizion. Edhe kur unë jam producent edhe kur ne bashkëpunojmë. Qorba e lirë t'i djek boost. Nuk mundesh në një serial me investu 1.000 euro edhe me prit me nxjerr 50.000. Në një serial duhesh me investu 50.000 për me nxjerr shumë ma shumë për shumë vite. Edhe kjo është, si me thonë, problemi pse sot themi nuk po kemi një serial, edhe pse ka, dorën zemër, po janë më të vogla, janë më pak njerëz. Nuk e kanë famën që e ka pas Kafeneja jonë. Nuk e kanë edhe pse sot është më e lehtë sepse nuk transmetohesh vetëm në televizion, ki shumë. Edhe si me thonë 10 vite na me i mbledh krejt bashkë ma shumë kemi najt me njëri tjetrin se sa me antarët e familjes. Dhe gjatë Kafenes jemi martu, jemi bo prindër, kemi ble banesa, kemi egzistu, kemi lujt në reklamat të brendeve më të mëdhaja të kohës në Kosovë. I kemi jetu disa vite të themit të arta dhe si yjet vërteta. Dhe kjo është arsyeja pse Kafeneja jonë edhe sot për i kthehet. Edhe me mu bojnë në rrugës foto fëmijë cilë kanë lind pasi që unal Kafeneja, pra s'kan lidhje me kohën kur është prodhu. Po e ka pas një far, si me thonë, vibe, që po i thojnë tash, një far vibe që ka komuniku me krejt. Edhe funksionon edhe sot me këshyr materialin asoj kohë. Funksionon ende se ta themi që çdo gjë që është bisedu aty është shumë familjare. Po. Do të thotë, sa që ndonjëherë kur e shifsha ndonjë epizod thosha a kanë bërë skenara apo veç janë futur. Do me thënë se aq rrjedhshëm ka qenë, që si thojnë Amerikanët, flow-in e ka pas aq të rrjedhshëm, aq të mirë. Pa ngecje, sa që ti e nditë thuti je pjesë e Kafenes, e jo shikus mrapa ekranit. Ka qenë njëni prej serialeve më të mira, ta përmend edhe Familjen Moderne, edhe Familja Moderne ka qenë njëni prej serialeve shumë të mira, por Kafeneja jonë ka qenë vula. Humori kosovar ka vazhdimsi. Ka vazhdimsi edhe na patjetër që duhet t'i japim kredit edhe të themi pionierit të humorit kosovar, Migjes Ram, Fitim Domit. Patjetër. Pastaj është Treshi për Sheshi me humoret e televizionit Prishtinës të jashtëzakonshme. Pastaj vin Stupcat e... Është Qeshen Gjesh me Adem Mikulovcin, Lezën, Gjevat Qenën, Ali Ametin, Sabri Fejzullahun. Pastaj vjen, si me thonë, periudha viteve të 90-ta e cila kontentin nuk është bashkë për me u krenu me to, por ka qenë mjetë, si me thonë, i rezistencës dhe ka pas një farë vazhdimësie deri te çlirimi edhe televizionet, hapja televizioneve, pa tjetër është Mamutovit, Tërgjepovit, Mahalla jonë, vjen Familja Moderne, Kafeneja jonë, kështu me radhë. Pra, ka një farë vazhdimësie komedia edhe humori
vendore dhe humori është çështje serioze, domethënë duhet me trajtu seriozisht edhe me u bë mirë, përndryshe s'ka humor. Edhe adin si thojnë, nuk mund të bëjnë humor njerëz që nuk dinë. Po. Bëjnë humor njerëz që dinë, do të thotë edhe që lexojnë shumë. Unë gjithmonë kur thras aktor në emision, zakonisht dëshiroj të përgatitem mirë për shkak se aktorët, pos regjisorëve dhe të kësaj kastës, lexojnë shumë. Jo ndoshta pse kanë qef, po lexojnë skenare shumë. Patjetër. E tash Njaftë nga një. Po, secili skenar pa lanë diçka të bukur. Po. Në dijen tënde, në trunin tënd është e pamundur. Prandaj, unë e them që njëna prej kastave më patlume është aktori, se lexon. Edhe regjisori, se lexon. E te ne mungon leximi dhe menjëherë edhe aty dallohet pastaj Po. edhe te aktrimi, edhe te niveli i shfaqjes, edhe te niveli i serialeve si humoristike apo serialeve të themi serioze, se edhe seriali humoristik është shumë serioz. E mu syt me njerë të Chaplini. Që e interesant që është lidhet. A vëshe? Që është lidhet, kjo është ma e bukra që e ka këtë. Edhe është gjermanisht. Po, është libri Ausging, und sehr gachte mir dann ganz kurz. Ja, Da sehr bist schön. da Sehr schön. Bei den gish orde bein i shall shpresoj që sot në sen e ron. Është literatura e Agronit praktikisht, se Agroni gjermanisht lexon, nuk lexon. Interesant, nuk e pas na ditë. Miq të nderuar, në këto çaste ta ndjekim recetën e ëmbël të Rudit. Miq të dashur, sot do ta përgatisim një mus të çokoladës së bardhë dhe vishnje. Vishnjet i kemi përgatit vetë, i kemi zi. Si i kemi zi, i kemi vendos vishnjet e ngrira me një sasi të vogël sheqerit derisa shter uji dhe i kemi marrë për përdorim. Këto i kemi çokoladën e bardhë, kemi vendos pana për vlemsi dhe panën të cilën do ta rrahim dhe do e bashkojmë me këto dy bukurushet. Këto. Filloj me rrah panën. Pana e rrahur është e gatshme. Dhe derisa të vloj pjesa e panës që kemi vendosur këto, ne fillojmë me përgatitjen e gotës. Në fund të gotës e vendosim në sasi të vishnjes. Sasinë e panës e vendosim përsipër çokoladës. E përzim gradualisht derisa të shkrihet çokolada. Pasi që kemi me vendos kremën mus në gotë, ne nuk do t'i shtojmë sasi të zhelatinës. Përndryshe nëse përgatitni në formë të tortës, duhet patjetër të shtoni sasi të përforcuesit të zhelatinës. Çokolada vetëse është shkrihet. E bashkojmë me panën e rrahur dhe e përzim me një lugë gradualisht, apo dhe shpatull gome, të cilën do që e keni në kuzhinë. Ja shtojmë të gjithë sasinë e çokoladës. Çka është e rëndësishme të dihet që duhet të përdoret gjithmonë kvaliteti i çokoladës sa më të mirë që e keni në treg që mundeni me siguru, pasi që duhet të dalë krema e shishme, është çokolada e shishme. Tani e mbushim gotën. Gradualisht kremën e kemi mjaft të hollë, mirë po kur e vendosim në frigorifer, atëherë krema do të jetë fantastike. Do ja shtojmë edhe me sasi të vishnjes. Duhet të kemi kujdes për arsye se tani edhe do të futet në brendësi të kremës. Dhe ja shtojmë sasin tjetër të musit të çokoladës së bardhë. Nëse preferoni shijen akullorës, mundeni me e vendos në friz në minos për 2 orë dhe do të shijoj si një akullore fantastike. Për këtu si për ja vendosim një qapër dekor një përzim me kremën e
vishnjës dhe i bon disa grimca të vogla dhe miq të dashur. Kjo është një gotë të cilën sot bukurushe e kemi kriju për juve. Mos e lani pa e provu me bo, e vendosni në menu surprizë dhe ju shijon si një akullore fantastike. Ju bëft mirë dhe shihemi të dielën e ardhshme. Edhe Mamadeus sot ka një recetë të re, ta ndjekim se cila është ajo. Mirë se erdhët dashur shikues te këndi i recetës së bebit. Sot, kjo recetë nuk është për beba, nuk është diçka e re për juve, se shpesh herë po bëj receta edhe për prindër. Sidomos kjo recetë është për ata prindrit që masi e kanë hongër një gjysmë buke me perfeta, e tash po nihën faj që s'kanë hongër diçka kështu pak ma detox, pak ma po e kanë hongër proteina, e kanë mush mirë barkon, tash po nihën faj, tash po dojnë me fillu dietën, tash po dojnë diçka po këqyrin, qysh mja bu. Kjo është një prej atyne recetave për me fillu dietën, që është edhe shëndetshme, edhe ka shumë vitamina, edhe të ban me undi. Pak ma jonë fajnë, pak mos me numru kilogram. Kjo recetë përmban shumë hekur, po ashtu si kur perfeta që ju kom tregu se është e pulës, ka hekur se pula, mishi pulës përmban hekur, edhe kjo recetë përmban hekur, por është recetë bimore, këtu s'kemi mish si që po e shihni. E kemi një grush spinaq, një kivi, një moll të gjelbërt, edhe kemi langun e gjysëm limonit me pak ujë. Krejt këto kemi me i bo smoothie. Edhe po m'duket unë e qenë kam e para që po e përdori blenderin e ri që na kanë sjellë si vegeta. Spinaqit kështu e ndajmë me dorë, kivin qështu. Për ndryshe, spinaqi përmban hekur, kivi përmban shumë vitamin C, edhe kjo është ndërlidhja ma e mirë, kombinimi ma e mirë që mundeni me e bo për absorbim apo për fytje të hekurit në organizëm, për shkak se vitamina C ndihmon në absorbim të hekurit. Ja shtojmë edhe lëngun e limonit. Për ndryshe, për ju prindër, që një pak ma kokë fort, nuk doni me fillu dietën kështu me njëherë me gjana dietale. Kësaj recete mundeni me ishtu edhe mjalt, po kurse si jo sheqer. Okej, bismillah, masi po e përdori për herë të parë. Atëherë, kjo të dashur meq është pija jon e gjelbërt. Shumë e shëndetshme, me krejt të mirat, mundeni me bo edhe ma të langshme, me ishtu ma shumë ujë, mundeni me bo edhe ma trashme, hangër me lugë, qysh të doni. Unë po ju bëj gëzuar me këtë recetë dashur meq, po nuk po e pi me njëherë, se mas pari du me hangër perfetën e mandej e pijen time. Hajde gëzuar! Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Si aktor shumë i suksesshëm, ato nuk Faleminderit, kalun zoti. topi. Ke fillu si producent, edhe si producent të gjithë po thonë Fatmiri është ty dhonë vull. Me cilin projekt ti krenohesh si aktor për Pos Kafeniston, edhe si producent? Unë kom pas fatin me i bo një 8 filma dhe i nandi është në zhvillim, të gjithë janë bashkëprodhime ndërkombëtare. Filmi jam i parë si producent është Engjyt janë larg të regjisorit të ndjerë Gjergj Gjuvani. Dhe filmi i fundit, i cili pati premierën botërore në Sarajevo Film Festival në kategorinë zyrtare atje, është Vidra, një bashkëprodhim pashtu i disa shteteve të rajonit dhe evropiane, italian këtë rast. Për mu, të gjithë filmat janë, si me thonë, si puna
e fëmijëve, si cili e ka të veçantën e vet. Unë e thash në cilin do prej projekteve mundohem që ta përmbushi veten si shqiptari i Kosovës. E kam shumë të rëndësishme këto dhe mundohem edhe kolegëve të mi t'ju përcjelli këtë sen, sepse me të vërtetën tonë ne komunikojmë me botën në mënyrën më të mirë të mundshme. Është një film i cili ka kritika për mënyrën se si është xhiru, si është punë, kam edhe unë, por është film i parë. Për filmin e fundit, po? Ja, po flas për njërin prej filmave që i llogaris, që i llogaris si të suksesshëm për shumë arsye. Është filmi Illyricum, është filmi i parë për Ilir, është filmi i parë në të cilin dëgjohet një ilirishte e rikonstruktuar, po që nga rikonstruktuesi, antari i Akademisë Evropiane të arteve dhe shkencave, antari i Akademisë të shkencave të Kroacisë, më fal, udhëhec i Departamentit të Lingvistikës në Universitetin e Zagrebit, emri i cilit me emra jam, do më thonë, janë të shlym, po i kam të postuara në faqet të bukës edhe gjithka, cili thotë që rikonstruktimi e gjuhës ilirishte në filmin Illyricum e kam të bazuar kryesisht në gjuhën shqipe, në variacionin verior, pra në gegnishtën, dhe pak në imagjinatën time. Pra është komplet gjuha e rikrijuar prej tij, e bazuar në gjuhën shqipe të sotme, cilën e flasim, dhe mu këto e trajtoj si një sukses timin si producent, po edhe nëse është halo trendi me thonë si intelektual, po i Kosovës. Dhe pa tjetër kjo është, si me thonë, unë e trajtoj si diçka të rëndësishme për te prodhimit kinematografik. E dyta është filmi Cold November, filmi i cili trajton vitet 90-ta, fillimin e apartheidit në Kosovë, një film i parë shqip në Ismet Sjarinës, po, është film i parë shqip i Kosovës në Netflix. Do me thonë, kjo është një e arritun aty edhe kom një rol. Këto janë, si me thonë, ja dy suksese ku e argumentojnë edhe ato që ta thash pak ma përpara, nuk është për mu thjesht e rëndësishme me prodhu një film, ajo më plotëson si artist, por në qoftë se filmi ka diçka e cila është anti të së vërtetës, unë as nuk hinta. Do me thonë, kam refuzime, sidomos në tek fëqinji jonë verior, ku pikrisht për shkak të shkrimit stereotip anti-nesh, unë pothuajse kur nuk kom, pa pothuajse, kur nuk kom pranu që t'jem pjesë në asni formë, asni mënyrë. Do duhet ndodhë në i bashkëpunim në i herë, besoj, edhe ka me ndodhë, po atëherë kur zhveshemi nga stereotipet dhe paragjykimet. Dhe paragjykimet në të shkruar në mënyrën si bëhet filmi e tjera. Po e bëjmë publike që filmi i fundit, në të cilin je koproducent, do të shfaqet në Cineplex në... Po, në Cineplex do t'jetë së shpejti filmi Luna Park, dhe jo vetëm në Cineplex, por në pothuajse të gjitha kinemat e Kosovës, do t'jetë në Prishtinë, në Cineplex, në Prizren, do t'jetë në Pej, në kineman simpatike Jusuf Gërvalla, do t'jetë edhe në Cinemarin, po ashtu në Prizren, shpresoj t'jetë edhe në Gjakov, do të shohim ku të kenë mundësi. Është një film i bukur, një film në të cilin Adriana Matoshi luan rolin kryesor, është regjisor Florence Papas, filmi është komplet ngjarje e Shqipnisë, trajton vitin 97, kohën e piramidave edhe trazirave. Atje është një film që ja vlen me u pa, një film që ka pas premierën e vet edhe në festivalet mëdha botërore, Tunis prej Indis deri në Selanik, dhe ta shohim besoj audienca kosovare kome u... Edhe reagimin këtu. Po, reagimin këtu, sepse është 97 që unë kom pyet ka pak kush prej brezit të ri e din se çka ka ndodhur në 97 në Shqipëni, janë vite interesante dhe ai sistemi piramidal, po mënoj piramidat, ato bankat që i kanë pas kasierat vëllezërit tanë atje, dhe atë është një storje, një marrëdhënie mes nanës edhe fëmisë që ja vlen me u
me u pa edhe me u shiku edhe një loj mrekullueshme aktorëve, një punë e mirë, edhe produksionit, edhe regjisorit, kështu që kush është pasionant i filmit art house, filmit artistik, emocional, është i ftuar dhe i mirëseardhur me ardhmë pa. Shumë bukur. Atëherë në Cineplex dhe në tërë Kosovën e keni filmin ku producent është Bufi, i ynë, ndërsa në këto momente më duhet pa tjetër të kthehemi tek 5 pyetjet e Benit. Hajde. Por, para se me shku te këto pyetjet, unë e kam vetëm edhe një pyetje. Po. Ti ke qenë tërë kohën i angazhum, tërë kohën ke qenë jashtë shtëpisë, tërë kohën ke qenë me ekipet xhirimit, me ekipet aktorve, me ekipe filmike, ose tu ka dasht me udhëtu jashtë me projektet tua. Sa i ke mungu familjes dhe sa të ka mungu familja? Unë je mundu gjithmonë me miksu. Edhe ndoshta ndonjëherë është mirë me i pyet edhe ata, por si me thonë, mendoj që kom qenë aty sa herë ka qenë e nevojshme. Dhe kom sakrifiku nëse mund të quhet sakrificë, sepse për familjen fjala sakrificë nuk as bën me u përdor. Kanë qenë do vite kur nisën edhe neve shpejt dhe kallëzoj me naftu ka pak në Zvicër, në Gjermani, me bo humor. Edhe unë kom shku një 2-3 herë dhe nuk më ka pëlqy ajo, më ka duk si ajo është për këngëtarët e bojnë punën e vet. Njerëzit nuk kanë fort kohë me dëgju sepse ku e di unë çka kimi u kallëzu njerëzve masit kënon një orë ledrivula ta nzama pedin. Ai ka kall atmosferën, çka po pret tash ti më nxjerr pi rrymë atmosferën, atë çka dhe nuk ka qenë një 8 mars, një fest kom harru çka, edhe knoj një këngëtar i muzikës Tallava jashtë, ishim unë Fatosi edhe Donati, edhe e di që na ullëm dikam prapa skenë ndo gajbe. Gajbe dhe ullëm edhe pritëshim si huta e renin tonë, në ndërku ishim shkollu për film, për teatr, për madhështinë e skene dhe për ngajbe të najtë. Thash Fatmir Spahiu, Bufi, me kejt këtë pasunie fukarallak. Thash ti qështu ma jo. A vetë me veti, pasha zotin, kështu ka qenë. Edhe kemi qenë të këthy në aeroplan, unë këm pasë shumë frika aeroplanin, frika mu ka hek dyqysh si vetë. Edhe pja bëj Donatit edhe Fatosit, nuk e dija e kanë harrua jo. Thash Bufi, ma jo. Thash nej mis diaspora, nej event kulturor, nej ekspozit ku dalim e bojmë, që ka një farë sharmi të një farë niveli të themi në kabare apo stand-up-i a diçka, thash po përndryshe qështu si gjysëm qilipurgji, adin, nuk muj me leju, edhe ai ka qenë një moment që unë as nuk kom, si me thonë edhe pse ajo ka qenë një treg i madh për shumicën prej kolegëve, nuk e nënvlerësoj këdo që e ka bo atë punë që u shku, halal i qoftë, unë nuk kom mujt. Dhe këto kanë qenë, si me thonë, arsyet që unë jem konë në shpe. Kom najtë në shpe, edhe nuk ka fest, nuk ka vitri, nuk ka ditëlindje, me sa e di unë që unë kom mungu. Dhe me thonë, kom qenë aty, festivale, kur shkojmë, mu thojmë përpiqem që të shkojmë bashkë me familjen, që edhe ata kryojnë një kujtim të caktum, ka pas momente të mungesës, por nuk hy në mesin e atyre të cilët, si me thonë, kanë mungu me ditë tana, edhe pse është sakrificë, pa tjetër, dhe krejta, sidomos këngëtarët e di që duhen e kuptoj në fund të fundit është biznesi tyre, ata e kanë zgjedh, është po unë nuk hy në mesin e atyre cilët, themi, kom pas mundësi me lanë familjen edhe kom qenë aty, dhe a ka pak data që i kom mungu apo jo. Shumë bukur. Po më pëlqen. Shumë po më pëlqen. Tani i kthehemi 5 pyetjeve të Benit. Prej se cilit kavanoze përzgjedh nga një pyetje, e mbyll kavanozin dhe ma jep kavanozin ta heq, për shkak se çdo kavanoze ka një temë të caktuar, bile çdo. Okej, që mos me i përzi. Po. Dakor, që po filloj me këto. Okej. Edhe që ta po e marr, ja kavanozi për ty. Faleminderit.
Do më thonë teglës keni një skavanozën, mi thonë, a? Tegël. Okej. Tegël. Trego drejt se këtë pjesë nuk e qesim transmitim, e me pa nusja jote, a ma shumë të kanë dasht femra dikur atash. Ani Benani, ai masi është single. Po dhe ai. Po. Kush ka faj që si e martu, nana Zebushe valla bol presion po të bënë, Po, bash. Ani i ri është. I ri është, ka vakt. Për bes, ndoshta edhe tash më donë dikush, po get nuk guxojnë mame ma thonë. Është çështje e mbyllur. Dikur nuk është që s'm kanë dasht, po edhe unë e kum dasht. Po në fund të fundit e kom gru sot ato që e kum dasht mas shumëti dhe po supozoj që më ka dasht mas shumëti. Kështu që 20 vjet jemi gati të martum bashkë, se jemi të martum prej qerdhës, prej 20 vjet. Dhe kjo është ajo, tash se dia u përgjigja, po mdo këtë që po. Mos ta bëjmë bërlogë diçka ma shumë. Tepër bukur. Faleminderit për përgjigjen, Benua. Kavanozo tegla atje larg. Kavanozo tegla iku. Shkojmë me pyetjen e dytë. Qështu? Nana Zebushe çfarë djali ke bo. Po. Pse vendose me hum pesh, a e di që e ke marrë në qafë gjerin, se tani nuk po ka me kanë me u krahasua. Ko me të mytë, që tu po të ko me të mytë. S'po ka me kanë me u krahasua, po get i pas ka hini në fjale e rrugovës e malsis. Krahasua. Qa ke dasht me thonë? Qa ke dasht e burë me thonë? Është e vërtet, po më duket që si përgjigje konsumum në fillim të bisedës, adin kështu që... Po më vjen shumë keq. Po, më vjen shumë keq. Unë edhe sot me 90 kila ma pak jo ma trash se Gjeri, kështu që prap Gjeri t'ja jep të drejtën me pas një dos të trash, me mbi pesh. A din qka është lezeti me bufin? Me bo mu ullë, të dytë në atë klackalicën, a që shi thonë, zdim që në shkuna, jesim baras. Duhet me thira groni me thonë, dilna thonë, vla ule njonin. Ose qëna. Ule njonin, mos nalë shumë me hez, se mos vetë. Benua që, po shkojnë me pytje në tretë. Kavanozo tegla. Kavanozo tegla. Pe përzim pak si gjetja e mishit në specin e musht. Në cilin moment e kuptove që të bësh aktor? Kur të thanë që flet shumë, apo kur nuk di me unal kur ja fillan? Ku dyat mire ka, se di bro, i kalzum edhe këto po mdo këtë e kalzum gjatë intervistës, sa pedin. I kena fole, bash sak dyja momentet i përmendëm. Të dyja. Nashta bo te për shikuesin. Hiq nuk e flasim, e Benua s'kom qka me të bu. Ben Apolloni në pytjen e tretja huqe. Më fal, ja ke huq në 2 pytje. Bash. Qa po mbjen mirë. Si ja ka huq, po se ka ditë qka po flasim. Se ka ditë. Ja, kur no. Shqyqyr që ja dhe une se kom ditë qka përzin këtu, se ndoshta dhe se kisha... Ke qenë shumë i dashur për restoranët që vaptorët byrektorët. Se ke ongër shumë, e ke pagua shumë, ashtu banukju në rrugovë, di kanë shkrela. Se jo bukur mu më pëlqen shumë kjo e malsis madhe, po është shumë skenike, shumë e bukur, po beni, thash mos u transferu. Se ti. Tani kur po kalon pranë tyre, qysh po të shikojnë? Okej. Gjeri, une edhe beni dashtun, unë porositi kudo që jem shkun të kalumën me trunin e maqëm. Do me thonë porosia, sasia porosis nuk kanë ndërru. Veç është bëma gjysën me veti, bëma qito, bëma këto, në fillim thëshim pse as po të pëlqena, adin, e do m'ja uqit qajve dika rrugës, adin, anise jo mërë për veti e kom pëlle bashka meseli është ajo. Kështu që, përsa i përket aspektit ekonomik të restoraneve edhe ma heret, porosia është e njejtë, sepse është syni, është truni edhe se zitë. Porosinat kanë met njësoj. Koha e ngrënjes pak kanë ndryshu. Koha kanë ndru pak qitash, pak ma vonë, pak ma ashtu. Tu pa tu bo. Tu pa tu bo edhe fundit. Hajde.
no? Hajde. Ta shojmë Për qa. funduar Qa ka shkretu? Pes në kajmak. Qa ka dasht me Qa thonë? ka dasht e burr? Qereve. A në fundit është garante njëjtë dhe tjera dhe njëjta. Me cili regjisore ke ëndër të punosh dhe pse bashkë me Ben Apollonin? Këshire, Beni, sa u kon student, u kon brucosh jemi, edhe pse maj madh është pak në mosh, po ka arë në fakultet mas meje. Edhe brucoshi, mbetet brucosh të njetën. Gjithë. E Beni o brucosh. Kur ka qenë student, ka pasir një 2-3 herë, po do shfaqe, ku e di unë, studentve që... Studentve. Në ndërkohë unë isha aktiv ka pak lysha dhe jashtë fakultetit, isha një farë kështu selektojsha ka pak. A kur do me më thirë në film me lujt ben? Kjo është pyetja. Edhe në momentin e parë dhe në filmin e parë që e banu në vi me shumë knaci, si aktor, si producent, mos më shti me luj pare se më lodhë. A si aktor që me ardhë në set, ti me mvesh, me math, me mkru, kur dush. E more përgjigjen Ben Apolloni kur të duash, ndërsa i kemi dhe 2 gjëra me Gjeri një pyetje se ti bone 2 kafe turke. Po. A kanë qenë për me upi, a jenë konë Me diçka? upi, besa. Se ti e pas kelona, Me unë veç upi, e kom a të harru. pëlqeu kafja? Shumë e mirë. A e don Tepër edhe e një? mirë. Ja, super, ja. Kjo është për ndryshe Vilveta, kafe. Okej, po. Unë e pi edhe të ftoftë edhe të Apo, ngrohtë. Unë nuk e kam problem se jo mësu të punu në kompjuter e pi ja, edhe të ja, ftoftë. unë e du. Mirë, po, aq i mirë ke qenë në përgjigje, miq të nderuar, e besoj që edhe ju jeni knaq sot me bufin. Aq i mirë ke qenë në përgjigje, sa që unë e kom harru pos ujit që e kom pi, s'kom pi as langun, pi e langun. A ke lango është që kjo? Një zemër. A nuk është qirja? Mena isha do qira që për bes kom mendu që e qiri. A? Hajde gëzuar me las, hajde gëzuar me las. S'është jo, po, për bes. I mirë. Shumë e mirë. Qërshia, po. Ka borovnica. Po, boronic, qershi, mjedër. 3 në 1? Po, 3 në 1. Shihete. Me çmim të njëjtë. Okej. I kemi veç edhe 2 sende për bufin. Bufi, që aty është një fletore dhe do të na shkruash diçka lidhur me emisionin, si e ndje, atë pëlqeu. Dhe me thënë, qëka dush ti, unë e shumë kom qef me më livdom pak që aty, por, po talem, mund të shkruash qëka të duash lidhur me emisionin. Këtë në fillim... E pse kjo 200 këtos? Pa, o dash diqysh me të pagu. Gjeri, une po shkruj diçka shpejt, po të thom diçka tu shkru, diçka që ka ndjej për ty, edhe për prezencën tënde televizive, prej ma herët, po unë për cjeli prej pas luftës. Në skenën tonë televizive, janë disa figura, disa ftyra, pa cilë ti nuk mundesh me menu për ditë shmërin. Jo gjithmonë i shikon, sepse kontenti përbërja ajo që ka shojmë është paka shumë e njejtë për nga stili, për ti donë me pas qatë person si lullën ma të bukur të salonit. E keq aty, nuk i merë erë gjithmonë, për zbën pa ta. E për mu, skena televizive kosovare nuk bën pa ty. Qka do që ti bën, sa do e vogël qofta jo, sa do e madhe qofta jo, sa do produksion i shtrajt i lirë qoftaj, skena televizive pa ty është definitivisht e varfër, edhe si me thonë, hal ka më e bukur e themi jetës televizive kosovare, mungon pa ty. Kështu që sa ma shpesh, edhe në momentin kur mendon që je lodh, mos u lodh. Edhe dhe si zit. Falemderit shumë. Shumë të falemderit këtë që e the. Preka. Shumë të falemderit. Ndërsa tani unë e kam një pyetje atë që ja bëj të gjithë mysafirëve. Pse të kemi ftu? Pse të kemi në majet gjuhës? Unë kom qef me besu që për krejt këto
25 vite karrierë aktive, shpresoj që të ketë edhe qikaq. Në asnjë projekt, në asnjë intervistë, në asnjë punë, në asnjë veprim, nuk kam qenë qëllim keq. Golli jam final ka qenë disponimi mirë i përbashkët edhe win-win për të gjithë. Kështu vazhdoj të jem dhe kjo është ndoshta një farë bufi të cilin njerëzit mund të mos e dojnë, por s'kan asnjë arsye të ta urrej. Domethënë kjo është ajo edhe vazhdoj me qenë kështu, vazhdoj me qenë një person i cili të paktën në diskursin publik nuk ka shoh kur kërkon, nuk mendoj që njeriu meriton me u shoh, me u ofendu, me u poshtnu, mendoj që njeriu mundet me u kritiku, por jo qenja e tij, por veprimi i tij. Edhe veprimet janë të kritikueshme sepse janë kalimtare, të vdekshme, të harrueshme, a njeriu është i përjetshëm, domethënë vepra e tij është e përjetshme. Unë mendoj që kom pas gjithmonë një qasje të tillë, do të vazhdoj ta kem një qasje të tillë përderisa i lumi Zot na ka dhënë, si më thon, jetë. Unë i bëj në dhjetor 44 vjet. Në bazë të moshës mesatare kosovare kom edhe pak me rnu, afedin, dhe shpresoj dhe besoj që edhe në Inshallah e të i kalon plus 44. Okej, 88 normal. Inshallah e të i kalon. Me shpresë që i bojmë 88, po të e njoft vetën. Adin, po. Po, në kam tona. Qaq. Në kam tona. Bufi, unë e kam një dhurat që ta jap edhe ku tregohet pse të kemi ftuar kështu zyrtarisht, por unë personalisht du me ta thënë që unë e kam nderin edhe kënaqësinë, edhe shpirtnisht kur e di që do të më vish ti në emision, unë e jam komplet tjetër njeri se të du si aktor, të du si njeri, të du si dost i dostave, je fantastik në intervistim, do të thot nuk ndalon asgjë nga vetja jo që të spethom, jo që ato spethom, ose s'po e bëj, edhe krejt kjo të bën që ky bufi që je ti, që praktikisht unë e kom qef gjithmonë me e pas në emision. Gjeri, faleminderit ty për ftesën, gjithmonë është shumë kënaqësi me ardh, është je jashtëzakonshme, saqë edhe qirin e shkrin. Domethënë pas po mirë qirin, nërsa tani, unë e jap edhe këtë zyrtaren. Të kemi në majtë të gjuhës se je yll. Je yll dhe mendoj që qielli i Kosovës do të ishte shumë i zbrazët, po mos të ishe ti. Faleminderit shumë, të kisha ditë me kajt edhe kisha kajt. Adin po... Po, e ke thënë që shumë kellim. Adin, mrena ndodh diçka, po jashtë jam kështu qysh jam. Shumë faleminderit. Të faleminderit. Do të mbaj me shumë kënaqësi, me shumë qef. Faleminderit Gjeri, faleminderit shumë. Ekipës tënde të mrekullueshme me cilët me shumicën prej tyre na ka ra me u xhirue, me u bo agroni, bashortë yt fantastik, profa. Faleminderit. Edhe që nushat kanë bo shoqni. Ndërsa të falenderoj për kohën që na e ke dhënë, se e di që e ke pas kohën baja tajt. E miq të nderuar, unë ju falenderoj ju që keni qëndruar deri në këto qaste me ne, unë e di që jeni knaq, unë e di që unë s'ju kom majt para ekranit, ju ka majt bufi para ekranit, ndërsa shpresojmë që bufin do t'a shihni në projekte të reja, në projekte që ju i dëshironi edhe nga bufi edhe nga dostat e ti, por për këtë javë, për këtë të diel, ka që ishte me bufin. A që të ftyrën e trosh, edhe javën tjetër do t'a shihni. Faleminderit shumë.